Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Tiranë ku një person I ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga ura e Babrojit. Sipas informacioneve paraprake, viktima është identifikuar dhe ai është shtetasi me iniciale DK, rreth 42 vjeç. 42 vjeçari sipas policisë është vetë hedhur nga ura e Babrojit dhe ka rënë në rrugën e Unazës lindore ku për pasojë ka ndëruar jetë. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që në vend ngjarje ndodhen forca të shumta policie të cilat po punojnë për zbardhjen e ngjarjes. Informacion paraprak. Rreth orës 11:40 shtetasi DK, rreth 42 vjeç, dyshohet se është vetë hedhur nga ura e Babrojit dhe ka rënë në rrugën e Unazës lindore. Si pasojë, ai ka humbur jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.